Atëherë faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen në këtë konferencë të mediave. Ju falenderoj nga zemra për kohën dhe mundin që e bëni vazhdimisht për të përcjellur këto aktivitete të LDK-s në një kohë shumë të rëndësishme. Tani më lejoni që para jush shpaloset të lexoj një deklaratë të Lidhjes Demokratike të Kosovës mbi gjendjen e tanishme politike dhe hapat e ardhshëm. Republika e Kosovës, siç e dini gjithë tashmë, po kalon nëpër një prej periudhave më të rënda të pasigurisë politike dhe institucionale. Tensionet e vazhdueshme politike, përplasjet e papranueshme dhe gjuha që nxitu rrejtje e ndarje, po e dëmtojnë rënd jetën publike, derisa institucionet që duhet të garantojnë rend, duhet të garantojnë stabilitet dhe përfaqësim demokratik vazhdojnë të mbeten jo funksionale. Në këtë vijë dhe ngjarjet e djeshme në Kuvendin e Kosovës shpërfaqin më së rëndi gjendjen me cilën dhe në të cilën është Republika e Kosovës. Zvarritja ndërsa e konstruimit të kuvendit dhe tejkalimi i afateve kushtetuese, ato afate tashmë të qarta, nuk janë më vetëm mosmarrëveshje ndërmjet partive politike, ato përbëjnë një paqartësi të rëndë kushtetuese dhe po e fusin vendin në një terren të rrezikshëm të pasigurisë juridike. Për LDK-n, Kosova, Republika jonë, mundet me mbet peng i ambicieve partijake, as i protagonizmave individuale, më pak i betejave për pushtet pa kufizuar, po ashtu për LDK-n kapërcimi i kësaj gjendje kërkon maturi politike, respektim të rendit kushtetues dhe angazhim serioz për rikthimin e funksionalitetit institucional. Prandaj përgjegjësia jonë si LDK, si parti më e vjetër në Kosovë me traditë 37 vjeçare, nuk është të ushqejmë krizën, pra nuk është kjo përgjegjësia jonë të ushqejmë krizën, por të ofrojmë rrugdalje prej krizës së tanishme. Ky dhe është qëllimi përmbajtësor e identitar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. LDK ka hyrë në çdo proces dialogu ndërpartijak posëzgjedhor me një qëllim të vetëm: të jap vendit stabilitet institucional dhe ta shmangë një cikël tjetër zgjedhor të panevojshëm dhe të dëmshëm për Republikën tonë. Kemi qenë partia vetme që jemi përgjigjur çdo ftesë për bisedime e që kemi kontaktuar edhe dje me çdo parti politike, jo për shkak të nevojës për pushtet, po për shkak të përgjegjësisë ndaj vendit. Kemi besuar se në kohë të vështira, partitë serioze duhet të dinë të ngrihen mbi interesat e tyre vetanake. Kemi besuar se çdo refuzim për të marrë pjesë në bisedimet për zgjedhjen e presidentit të Republikës nuk është vërtet një guxim politik, është vendim i vetëdijshëm për ta çuar vendin në zgjedhje të reja, një proces që qytetarët tanë as e duan, as e kërkojnë, e besa as e pranojnë. Prandaj dhe LDK s'mund ta pranonte e promovonte si pozicion të vetin politik bojkotin e bisedimeve e kështu shkuarjen në zgjedhje të reja. Negociatat për ndërtim të institucioneve me bindjet politike dhe me parime që nuk lëkunden, nuk shiten, nuk tjetërsohen, nuk janë në shtrim. Janë përgjithësi. Në shtrim është dorëzim i prej parimeve tua. Mbrojtja e parimeve tua në çdo bisedë është përgjithësi e lashtetërore. Dhe në këtë frymë LDK ka ofruar partneritet mirëfillt, afat gjatë në interes të Republikës. Lëvizjes vetëvendosje, ja kemi njohur të drejtën për të udhëhequr qeverinë dhe kuvendin, në përputhje me rezultatin zgjedhor, për rezultatin e popullit Kosovës, dhe në përputhje me rendin kushtetues. Pra, ua kemi njohur të drejtën që të kenë edhe kryeministrin, edhe kryetarin e kuvendit. Për LDK-n, kemi propozuar përgjithësinë e institucionit të presidentit së bashku me një rol në ekzekutiv. Kështu, në pikpamjen tonë, do të kishim edhe stabilitet institucional, edhe qeverisje të qëndrueshme, me shumë vota, dhe promovim të vlerave demokratike, dhe mbi të gjitha do të kishim balancë institucionale me më të mirët e partive në shërbim të Republikës. Ndarja balancuar nuk ishte për të goditur njëri tjetrin, por për ndërtuar një ekuilibër të arsyeshëm ndërmjet partnerëve dhe për të garantuar funksionimin demokratik dhe të qëndrueshëm të institucioneve. Fatkeqësisht, përgjigjja e lëvizjes vetëvendose nuk ishte ofertë partneriteti. Ishte ofertë për pjesëmarrje pa peshë, për përgjithësi pa ndikim dhe për prani dekorative të LDK-s në një qeverisje që do të kontrollojë tërësisht nga një rapol.
Në këtë përgjigje, LDK-s ishin ofruar vetëm 3 ministri dhe zëvendës kryeministri. Për një grup parlamentar prej 18 deputetësh, kjo përgjigje ishte disproporcionale edhe me rezultatin zgjedhor, pra me vullnetin e popullit Kosovës. Në një balans të tillë 3 ministrore, ndërsa LDK-ja lëvizja vetëvendosje mbante kryeministrin, kryetarin e kuvendit dhe pothuajse gjithë ekzekutivin, LDK-ja do të ishte një forcë marginalizuar, me nënshtruar, si dhe pa përgjegjësi që do të na mundsonte ta dërgojmë shtetin përpara. Prandaj s'mund ta pranim një ofertë të tillë, prandaj refuzuam një propozim të tillë të 3 ministrive zëvendës kryeministrin, përderisa lëvizja vetëvendosje mbante kryeministrin kryeparlamentarin dhe gjithë qeverinë. Refuzimi për të pranuar një nënshtrim të tillë në fatkeqësisht nxiti edhe betejën publike të lëvizjes vetëvendosje kundër LDK-s. Prandaj edhe më shumë se sa kjo përgjigje tyre, potencialin e bashkëpunimit e kanë dëmtuar qëndrimet publike përshmuese ndaj LDK-s si partner i mundshëm. Të mos harrojmë, koalicionet nuk ndërtohen vetëm mbi numra, kalkulime matematikore dhe ndarje pozitash, ato ndërtohen mbi të gjitha me respekt, besim dhe bindjen se partneri shihet si barabartë dhe trajtohet me dinitet. Kur besimi cenohet që në fillim, më pas asnjë formulë për pushtet nuk mund ta zëvendësojë. Duke parë gjitha këto zhvillime, dhe mbi gjitha duke kuptuar urgjencën për konstituim dhe funksionalizim të institucioneve, si dhe domosdoshmërinë për të dhënë fund shkeljeve të vazhdueshme, LDK-ja merr mbi vete përgjegjësinë që i takon një partie shtetërformuese. Ne nuk do të lejojmë që fati i Republikës lidhet me kërkesat tona për të marrë përgjegjësi institucionale. Prandaj, për të çliruar procesin nga çdo alibi dhe për t'i hapur rrugë zgjidhjes në interes shtetëror të Republikës, LDK-ja tërhiqet nga çdo kërkesë për pozita dhe merr përsipër të kontribuoj pas një përfitim politik në shmangjen e krizës aktuale. LDK-ja heq dorë nga çdo kërkesë për pjesëmarrje në qeveri, nuk duam as një ministri, le të mbaj lëvizja vetëvendosje të gjitha. Heqim dorë nga kërkesa për kryetar të kuvendit dhe më rëndësishmja, heqim dorë edhe nga kërkesa për të udhëhequr postin e presidentit të Republikës së LDK. Me që LVV-ja po vlerëson se nuk ka nevojë për LDK-n si partnere, atëherë nuk do ta ketë LDK-n as si dekor të pushtetit të saj. Në rrethana të tilla, ne do të çndrojmë në opozitë, aty ku qytetarët na kanë vendosur, dhe do të ushtrojmë këtë përgjegjësi me dinitet, vendosmëri dhe përkushtim ndaj interesit shtetëror. Pavarësisht këtij qëndrimi, LDK-ja nuk do ta shndrojë zhgënimin politik në bllokat. Jemi të gatshëm të bisedojmë me bindje të plota për zgjedhjen e një presidenti që mbron interesat e Republikës dhe kushtetutën e saj, që e përfaqëson unitetin e popullit dhe ushtron përgjegjësinë kushtetuese, përfshirë udhëheqjen e politikës së jashtme, duke mbrojtur interesat e shtetit dhe interesat vetëm të Republikës. Për këtë kontribut, LDK-ja nuk kërkon asnjë pozitë dhe asnjë kompromis politik, por ka kritere të qarta për presidentin ashëm. Stabiliteti i shtetit nuk do të jetë më mall për shkëmbim, le ta zgjedhim gjithë bashkë, gjitha partitë politike shqiptare, ato që duhen participojnë, presidentin që e mbron Republikën dhe Kushtetutën, dhe le të zgjedhim një president që është i Republikës Kosovës. LVV-ja le ta formojë dhe të udhëheqë qeverinë me 61 deputetët e koalicionit saj, le ta kenë gjithë ekzekutivin siç e kanë kërkuar, LDK-ja nuk do t'i marrë pushtetin që dëshiron ajo ta mbajë tërësisht, por as nuk do ndaj përgjegjësinë për një pushtet në cilin nuk lejohet këtë rol të denjë e përgjegjësinë përmet të cilave mbrohet interesi i shtetit. Dhe nga ky moment, prej këtij momenti, zgjedhja tashmë është e qartë. LVV-ja mund ta zgjedhë stabilitetin institucional përmes një presidenti të cilin e zgjedhim gjithë bashkërisht, ne dhe ata, dhe të qeverisë me shumicën e vet, ose mund ta çojë vendin drejt një krize të re, për plasje shumë të rëndë, vetëm sepse nuk pranon as kufirin më të vogël të kompromisit demokratik. Mbi të gjitha, LVV nuk ka asnjë nevojë të vënoj për asnjë ditë më konstituimin e Kuvendit të Kosovës dhe formimin e qeverisë. Le ta therrasin menjëherë seancën konstituive. LDK-ja e ka bërë tashmë zgjedhjen e vet,
kemi zgjedhur Republikën para pozitave, stabilitetin para interesit partijak dhe dignitetin para pjesëmarrjes formale. LDK nuk është as dekor i pushtetit, por as alibi për dështim. Ashtu siç i kemi premtuar qytetarëve në këtë proces zgjedhor, angazhimi ynë i vetëm është për të dhënë vendit institucione stabile, të cilat e mbrojnë kushtetutën e demokracinë dhe të shmangin krizat e përsëritshme. Asnjë interes, as individual, as grupor, e as partijak nuk e vendosin mbi shtetin ne si lidhje demokratike e Kosovës. Sepse politika ka kuptim vetëm atëherë kur i shërben interesave afatgjatë të Republikës sonë dhe qytetarëve tanë. Për ne, qëllimi asnjëherë nuk ka qenë pushteti e karriket me çdo kusht, por përgjegjësia publike ndaj shtetit në këtë kohë sfiduese kur vendi ynë ka nevojë për drejtim të qartë euroatlantik, avancim të agjendës zhvillimore e stabilitet politik. Jemi gjithsesi të bindur se me pjesëmarrjen e LDK-s në institucione, në presidencë dhe në qeveri, Republika e Kosovës do të përfitonte shumë e kepshkëlqyshëm program dinjitos të ardhme stabile e qetësi politike. Ky partneritet nuk u pranua, ky partneritet u cilësua si apetit për pushtet, këtë alibi LDK-ja s'mund ta bartë as ta jap asnjë partie politike që të vazhdojë me kriza e me bllokat. Qytetarët na dhan besimin të përfaqësojmë në kuvend dhe dëshirojmë që kur të na pyesin se çfarë bëm ne me mundësinë që na dhan ata, përgjigjemi me krenari se ne nuk e vendosim kurrë veten mbi vendin. Sepse LDK-ja nuk është këtu vetëm për sot, as për politika ditore. Jemi mbi gjitha këtu për gjenerata që do të vijnë pas nesh, e nuk duhet na gjykojnë për pushtetin që e morëm për interesa individuale, por për shtetin që u alam pas. Kjo është deklarata e lidhjes demokratike të Kosovës. Jam i hapur për disa pyetje prej jush dhe do të përgjigjem me sinqeritetin më të madh. Po thoni se do ta pranoni një president konsensual për lëvizjet e vendosje. Ai ka LDK 18 vota në këtë propozim të vendosjes. Ky është pozicion i LDK-s i mbështetur në plotësi nga grupi parlamentar i LDK-s, i cili sapo e përfundoi mbledhjen. Po flasi për president që e mbron Republikën e Kosovës, jo është president që i shërben një partie politike për të kapur institucionet e Kosovës. Dhe ky president i ri është mirë të marrë mbështetjen e aspektit gjerë politik, e partia parë të vazhdoj qeverisjen me 61 vota, sa mundet qeveris për mandatin e vetë që e ka. Kush do ta fakte sa to kush ka zënë në televizion në zotë një. Kush do ta propozonte këtë president të Republikës? Partitë politike, LDK është e gatshme të ulet bisedë për emra konkret në këtë drejtim. Përderisa përmbush kriteret për cilat fola, dhe përderisa po themi kemi sakrifikuar çfarë do vullnetit mirë që kemi pas për të ndihmuar Republikës Kosovës, duhet flasim për emra konkret. Për LDK, apo nga tregoni për cilat deklarata e kemi fjalën, dhe nëse ato e kanë hyrë temi kështu besimin mes dy partive gjatë kohës sa kemi biseduar. Pastaj besimi është përmend vazhdimisht që mungon në këtë raport LDK dhe vendosje, edhe ishte kjo pikërisht që hyrja mes juve edhe vendosjes në anën tjetër që mos hyhet në një qeveri ku ai dikush mund ta shkarkojë dikë me një vendim, po merret në një pozicion që nuk mund të varet kështu temi kryekort nga kryeministri aty. Dhe nëse mund na tregoni ku e përmendni vazhdimisht pjesën e presidentit, tash ta zënë se janë një ftesë për LDK-n që të ulet në tavolinë të bisedojë vetëm shoqërisht me presidentin, që do të shkoni prapë të diskutoni me vendosjen, pra do të jetë specifikuar jo për pozita të tjera në qeveri, dhe nëse do të përmendet nga ju Vjosa Osmani sërish si kandidate për presidente. A të lexoj edhe një herë deklaratën apo e kemi të qartë? Besoj që ka shumë e qartë. LDK-ja heq dorë nga propozimi i presidentit nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kërkon president që e mbron Republikën e Kosovës. Dhe du ta them me qartësi të plot se këto kriteret duhet të jenë të qarta për një figurë demokratike dhe që s'bëhet më pengesë e krizave politike për plasjeve të mëdha. Lëndimi i besimit ndodh me deklaratat pamatura të zyrtarëve të lartë të lëvizjeve të vendosjes, të cilët në shumë raste barazojnë LDK-n dhe Milisën Serbe derisa ne jemi në proces negociator. Unë mendoj që kështu sillen partnerët politik.
ai që ka mendjen të trajtojë një partner, ndërton relacione mirëbesimit dhe vizion afatgjat. Po dhe veç qëndrimi i kryetarit lëvizjes vendosje se LDK-ja e don këtë punë vetëm për apetit, është bukur problematik. Ju keni parë deklaratat tona, ne kemi folur për palancë, për parime demokratike, për drejtën e palës tjetër të ushtrojë vizionin e vet. Po me qenë se pala tjetër nuk e deshti një LDK me njerëz më të mirë, me ekipin më të mirë, me programin më të mirë, në qeverisjen, presidencë dhe Kosovës të japnim stabilitet me 80 vota, në që të kryjmë punë të mëdha për Republikën e Kosovës, tani s'ka kuptim të flasim më tutje për asnjë çështje tjetër, përveç për atë që jemi pjesë. Jemi pjesë e zgjidhjes së problemit të presidentit të Kosovës dhe aty marrim pjesë, sepse po mos marrim pjesë në LDK, po të themi në LDK s'marrim pjesë, i bie që themi shkojmë në zgjedhje. Ashtu, sepse s'mundet presidenti zgjidhet me 61 votat e tyre. Pra ne po themi, po përpiqemi mos me shkon zgjedhje, asgjë s'po kërkojmë, mbajnë e qeverinë, mbajnë e kryetarin e kuvendit, ta zgjedhemi president që i shërben Republikës, jo president partijak, karate president e kështu me radhë, dhe le të përpiqemi që në negociatat në vijim, edhe i thoj edhe partit tjera të kontribuojnë këtë drejtim, sepse është presidenti që duhet jetë i gjithë Republikës Kosovës, më pas betejat tona politike të i shfaqim tutje në institucionet e Kosovës. Natyrisht propozimet partijake janë të refuzueshme. Pra, le ta kemi qartë. Çdo propozim unilateral është i refuzueshëm. Propozimet duhet vinë në bazë të diskutimeve të plota, të hollësishme, detajuara për figurën e presidentit tashëm të Republikës Kosovës, po ndoshta dojnë zgjedhje të reja me çdo kusht. Atëherë ata mund të bëjnë dhe propozime unilaterale, herën e kaluar i kanë bërë, fillimisht partijake, më pas më pak partijake, por që kanë qenë unilaterale dhe partijake në fund ditës. E fundit. Mos konstituimi i kuvendit deri në ditën e sotme është cilësuar si shkelje e kushtetutës. Jo, cili është mendimi ju? Ne kemi qëndrim publik, të publikuar në faqen e LDK-s, e kemi cilësuar si paqartësi kushtetuese dhe juridike. E para ka një interpretim gjykatës kushtetuese, e cila thotë se afati për konstituim është 30 ditor, dhe nëse është afati 30 ditor, atëherë ky afat ka të kaluar. Dhe nëse është të kaluar dhe thirrjet që të mbahen seancat në vijim, bukur janë të kontraverze me qëndrueshmërinë kushtetuese. Pra është i paqartësi kushtetuese pa nevojshme. Por është po ashtu e rënd shoh se si paqartësitë e tilla kushtetuese na shndron në arena për plasje mes partive politike, të cilat LDK i dënon. As nuk e dojmë shkeljen kushtetuese, as nuk e dojmë dhunën imituese të lëvizjes vendosje në opozitë, asnjërin prej tyre. E më pak që kjo përplasje të kalojë te qytetarët tonë, që të nxisim qytetarët që ata mes vetë të përplasen. Këtë kohë na duhet përgjithësi, maturi, qetësi. Na duhet njerëz të mbarë, turp, që afrojnë, që krijojnë mundësi që Kosova dal nga kriza tani shme. Dhe këtë rol përpiqet LDK-ja ta luajë. Natyrisht partitë tjera janë të lira të bëjnë aksione politike, këto janë protestë politike. Shoh që ka një aksion politik, një protestë politike të PDK-s dhe AK-s, janë të lira ta bëjnë. Unë jam më tepër interesuar që të kemi konstituim kuvendit sa më parë, të kontribuoj në zgjedhjen e presidentit duke marrë pjesë, jo duke distancuar veten e më pas të krijojmë zgjedhje të reja. Dhe jam në kontakt me gjitha partitë politike për shtruar këtë pozicion të lidhjes demokratike të Kosovës. Kështu do ta keni LDK-n. Pra mos pretin LDK-n të vijë të nxjisë qytetarët e vet me njëri tjetrin. Ajo s'është LDK-ja. Dhe këta hyrëshnikët tjerë që thirrën se janë LDK dhe presin që prej LDK cilët si e tillë, ja u rikujtoj se ne jemi lidhja demokratike e Kosovës, jo partia demokratike. PDK është tjetër, LDK është tjetër. Kjo është meka atyre, LDK-ja. Kjo është perëndimi i tyre. Ju falenderoj shumë.